Ti po i konsideron gjithë një tabor, asë është pak e pa drejt? Jo në kuptimin, se qëtu du të më u shpjegu, jo në kuptimin ku këta i shërben listë sërbës, unë s'me neshtë. Mirë po në kuptimin që me gjithat, tash jo në mon një tabor politik, sepse lista sërbës pajtohet me neve. E para dhe e dyta, për mua ka rëndësi një gjë. Lëvizja Vendosi asnjëherë nuk e ka pas në koalicion zyrtar listën sërbë. Këta e kanë pas, këta nuk e kanë probleme pas. As Lidhja Demokratike, as Partia Demokratike, as Alianca. Rjedhimisht, këta, edhe pse sot Bedri Hamza, si kryetari i Partisë Demokratike, doli dhe tha, është interesant me po, do më thonë këta me analizu, tha, unë nuk kanë tha vija të kuqe. Për juve? Po. Dhe, po e dyta ishte më rëndësishme. Por, para pëlqej, pra koalicionin e opozitës. Po, opozitës e dërimjeshme. Që i bie, nëse e përkthejmë, e përkthejmë do në kuptimin semantik të fjallës, i bie që unë jam pra për ndryshim. Sepse, ato që e tha Lumir Abdigjiku, në seancë duke e drejtu deputetëve të PDK-s, se ma shumë i drejtoj deputetëve të PDK-s, se sa të LDK-s, për mu ishte pak edhe çuditshme kjo, e konfirmoj më vonë Bedri Hamza, pa probleme, e konfirmoj edhe Bedri Hamza në konferencën cilën ju e vutë. Kjo kolovaja që po thot, zotri Behrami, unë kam qenë deputet një 4 mandate që i bje gati një 10 vjetë, këtë kolovaja në unë po të ish kryeministra e ministra, ku normalisht ata, pra, më falë, veç se kushtrim se shumë është të nevojshme. Policia nuk i shërben as Albin Kurtit, as Gjelas Veshtës. Kemi panë Mitrovica, Arbër. Institucionet e shtetit janë si të Behramit, e si të Regjajt, e si të Qëllakut, e të gjithë. Pa janë. Kanë qenë, Mitrovica është dëshmu. Ajo qka realisht po e shoh pra si element të propagandës, tash është që ju shëtiteni me gjipa dhe keni aparatin shtetnor. Qfar aparatin shtetnor? Qka nuk kupton kjo? Që të kalzojnë? Anë më kalzove që veç për përfundaj. Aparati shtetnor. Jemi duke zhanë. Në skemi aparat shtetnor. Cila aparat publike? 30 sekonda në gjutë edhe në funksion të kuvendit do t'jem. 30 sekonda për ty, 30 për ty, nuk do t'a lejoj më shumë se shkojmë andej. Krym, fillimisht kë etiketimi me listën serbe edhe është i pa drejt, edhe është i pa ndershëm, edhe i referohet një partije politike ku në mesin e tyre ka bashkëluftëtar të Adem Jasharit, të cilë këta munohen me i nda, po nuk kanë me mujtë. Nëne. E dyta, PDK, kur njët nuk është koordinu me VVN, do më thonë, Partia Demokratike e Kosovës nuk është koordinu me listën serbe për vot kundër Albin Kurtës e dikuj tjetër. A lëvizja vetë vendosë, Albin Kurti është koordinu me Radojqiqin, me listën serbe për me i heqë veteranët nga paga minimale dhe kjo është e dëshmume që shë kem pa të gjithë. Sa i takon Mitrovicës? Mitrovicë policët që tha nuk janë shërbemarve, policët janë ndru ditën e zgjedhjeve. Ata nga Prishtina jënë shkur Mitrovicë, ata nga Mitrovica ju nërë Prishtinë. 30 sekonda, jo, ti e pret, po presi këta këndej. Koordinim ose jo, këta kanë pas ministra, në qeverinë e tyne, këta janë koordinu me gjithë shka me Radojqiqin, në na e dim. Lenata Rashiqin e kem pas minister. Ta shte, po s'po flasë,